Gëzuar vatan, të kemi gjanë. Gëzuar vatan, gëzuar. Gëzuar dhe Amitës. A këtu bëhet jetë Amita komplet vëlla? Amita. Një shije. Nuk e ke tre aty. S'ka gjojoste, është më kënd gjërë. E ka diapazonin mrapsha të rezerva, s'kuptohet. Se kënd. Ua, mami, që vate. Hello. Shumë vapë, shumë ftohtë. Po, kjo është temperatura e duhur për të shkuar në plazh. Sa zjati më la? Shumë ishte kjo. Si? Qysh? Wow. Përshëndetje gjithë çunat e Londrës. Sa kam qesh. Ja, faleminderit. Daddy cool. Daddy cool. Dje si zonja aty me xhaket aty, sepse unë sot tatuazhe plan. Njeriu Na pëlqen bipolariteti, është një qenie shumë me shumë pasqyra. Dimensionale, multidimensionale. Nuk ka ndodhur? Flis edhe unë, po jo për t'i mbush mendjen njeriu, se unë se bëj as me ty këtë, jo më me njerëz që e di që mund të lëndohen. Tani ti ishe ti në rastin tim, dhe ajo goca nuk është më, do të thënë, Darti nuk është më këtu brenda. Dhe jam vetëm unë që po lajthis kështu. Më kupton? Tani ti dëgjon tek një video në Prime, pra ti nuk e ke dëgju këtë gjë gjatë ditëve. Po ti dëgjon dy fjali. Unë them që ti më thu mu, më duket se më ka qef soni, e unë them, po s'ka faj më vlla, se e kupton që dhe më thënë, je shumë i bukur. Ndërkohë, përveç kësaj, unë tani, përveç kësaj, dëgjoj edhe që ti thua, jo, ti dëgjon edhe që unë them që më duket se Visim ka qef. Dhe përveç kësaj, ti dëgjon edhe që më vjen një mesazh nga një çun që më zi 500.000 euro. Edhe unë, po, a e pe? Dhe më isha prezent, jo vetëm që e pash në Prime. Po, tani, më falë, ty s'do kjonin përshtypje gjithë të gjyre? Dhe thoja, o gocë, priti herë se... Por, tashi, ti ishe jashtë, ishe nëryshe. Për shembull, unë nuk do informosha këtë. Unë do informojsha shoqen, Vanesën. Po s'është pra? Nuk është. Atëherë ajo është e informuar, sepse mendimi im, logjika ime. Po ti si shok nuk do mbash qëndrim. Nuk më që ishe i fortë, se unë me vun pa ti, unë thash, e morën vesh dakord, që e vurën pa. Po ti s'përna lesh as të tjerëve t'ishin menim. E di pse ai filloi të mashtronte. Sepse, dhe me thënë, unë trekja që kam më e madja, është kur njerëzit akusoj, po. Si dukuri që nodhi. Po. Ti e leshe pastaj që gjithë se cili t'jep të menimin e vetë? Unë po e leja pas e baj, po vazhdojnë dhe më thënë, ti nuk mund të që ta thua që unë kam shfrytzu Vanesën, kur unë s'kam pas asë një lloj interesi dot. E kupton? Nëse ka pas si që tha Angeli, nëse ka pas njëri që ka pas interes, ka qenë ai, se unë... Ore, unë të thash të jam dakord që ti e vuren pa. E thash edhe sa edhe për atë, që e vuren pa. Gënjen, e thash, unë thë një gënjeshtë, po se di e kështu, tha një gjë, i thash Romirit, se dia u dëgjoj, i thash Romirit, arishtë kështu, thash komplet e kundër ta. A isha aty? Po aty isha që tha Romirit, E kupton më
trusi? Atëherë, po prit se është etiketimi i madh. Le ta morim avash. Nuk është etiketimi i madh, nuk ja bëra unë e para. Jo. Unë s'tash asgjë. Me i vu etiketimin mashtrues është fjala e Po, madhe. për sa kohë më quan mua, do të thonë që je vetë. Deke manipulimin, do të thonë aty filloj me manipulim. Aty manipulatori. Manipulim situate. Po. Do të thonë deformim të vërtetë. Po. Kjo është manipulim. Po. Apo. Atëherë, unë i thash Indrit i ditë, kur doli Vanesa, i thash diçka tillë që në fillim, unë kam majtë qëndrimin tim, aty ku kena folë, se nuk është se kam majtë qëndrim evidencës, më interesonte, po, që unë nuk isha vepru si që veproja i që në fillim. Po. Si qunë. Po. Ja, ne, këti me, sepse mu duke qikë si E tepërt, mos me thonë, jo pa dignitet, dhe më thonë, po unë kam i qikë ma shumë dignitet për vetën, edhe nuk do isha shumë... Edhe po e thash me të drejtë që s'do ta bëj, edhe si kur dua ta bëj, bëj se kthej modë, ose takona jashtë. Po, pra, këtë kam thënë dhe unë fiks. Kurse, kur ishim tu, i thash nofta, thash ma mirë boni që doli, jo si Vanes, se merë dhe keq që doli, kush doj që delë dhe më thënë duhet Ndërsa unë kam thënë që atë ditë që ka dashë të dalë, duhet dilje. Dhe ai është mërzit me mua nga kjo gjë. Po, a dite që e ka thonë ashtu. Po, unë kam menduar se ai duhet dilje. Unë kisha dalë, po ta kisha thonë. Po, edhe unë këtë i thash, dhe ai u pre. Dhe që atëherë ka filluar të flasë, se Danisa më ka thënë, ka filluar të flasë Vanesës për këtë gjë. Mirë. Tashi, ku e lam se... Po, që ti i ke thashë që... Edhe i thashë që... Vetëm unë nofta në fesë zua që të dëgjohesh. Nofta thash, kush një gjënë, se s'mënem është dhe kam aty. këtë. Thash, nofta thash... Më mirë, përsa i përket marrëdhënies, jo si fermere, se s'merë dhe mirë që dollë, po përsa i përket marrëdhënies tash, nofta më mirë se njifeni jashtë, njifeni tamam, pa presionin e kamerave, qoftë se më vërtej e pëlqeni njëri tjetrin, edhe se unë ashtu do kisha vepru. Unë këtu mrena, tipi im nuk e njeh dot i person. Ka histori që kam funksionu shumë e vërtet, po unë nuk do e kisha njeh ti person në kamerë. Ose do isha bërë shok, do kisha shpreh pëlqimin, do lija jetu si shok, dhe më thonë këtë pjesën tu, afër njëri tjetrit, dhe jashtë pastaj do e kalosha perspektivën ndryshe. Po. Edhe këtu. Ka që t'jesh, pastaj këtu është i ekspozu si që është kamera dhe edhe ajo e shef nga atje. Po mirë, më të duken okej veprimet? Unë si kisha bo, pra të tash. Edhe deri ke evidentimi jo t'jam okej. Po me i vuat lloj trysnie. Qa trysnie më burra i po mashtronte për mua, po gënjente? Po mi pra sepse i dhe person ti. Unë i thashë që ti nuk ke një shtyllë kurrizore. Sepse ai nuk ka. Sepse më falë. Po më falë tani. Se ti s'e di që ma vetë është ka të bëhë të mirë. Jo, më falë tani, një sekund. Ti ekspozove? Ziesh me mua. Ziesh me mua ti? Visi, ti si individ. Ti shkon më përpara të flasësh me Romirin për shqetësimin që ke me mua, apo shkon të flasësh me Zhakun për shqetësimin që ke me mua? Mu folë me ty? Po mirë me mu s'folë. Ti do të nxjerrësh me mendimin. Do të marrësh mendimin. Ku do ja marrësh? Me Romirin. Po pra, pse? Sepse na njeh të dyve. Po jo mëse na njeh të dyve. Po pra, po ky ç'a bëri? Shkoi te Ana, që e dinte që të merrte një aprovim të mendimit negativ. Ti e tu përdor edhe logjik që është gjë e mirë të zhbote e të hysh shumë thellë, se ti do të kaq thella, unë kisha. Pse nisa unë gjithë sepse unë po kaloja dhe dëgjoj. S'di mi hy kaq thellë, muhabeteve që s'më intereson të muhabet. Ti e kisha te fal, vetëm një sekond. Unë nuk e kisha që muhabeti këtyne. Unë e kisha si koncept të gjithi një person që është i njoft me një person tjetër dhe është tu brenda akoma që ka drejtën e vet me bë muhabet. Tashi. Ore, nuk e kisha te muhabeti, a e dëgjove ti se ç'a thash unë? Unë kisha disa gjëra që kishin lidhje vetëm me Vanesën, se unë s'kam asnjë problem tjetër me atë njeri. Unë kam qenë e para që kam thënë t'ja japim imunitetin se ka këmbën e vrarë dhe i bëj unë punët e atij. Ç'ka problemi kam unë për mua nuk ekziston në sensin e mirë, pra nuk është se është një individ që më gjallë në një ndjesi, pozitive ose negative. Dhe tani, më dëgjoj, unë po kaloja dhe dëgjoj... Truke muzika, po kaloja dhe dëgjoj këtë që po fliste me Anën, duke thënë që pas mesazhit, që ajo do të kapet me këtë, po unë e di se ç'a do të bëj ajo e kështu. Dhe unë, kur iki te Agaj, i them, pse s'mi thua gjërat që ke për mua i thashë në sy, po i flet me njerëz të tjerë. Unë do ta çerr maskën, këto gjëra që i tha i ditë një javë përpara.
Pra kjo është absurde, që ky po e Pra, bën me gjithë. mirë, atëherë themi gjon. Si mundesh ti kur ta përqafosh atë që e ka degeneru tjetrën. Më mirë unë se kuptoj këtë atëherë. Si mundesh ti do ta bëje? Do e përqafoje atë ti çunin që ekspozo. e ka bërë dashurin tënde të qaj. Po normal që jo. Po pra tani, po të mos më bëni mua si çmon. Jo, nuk po të bëjmë ty si çmend, po ti e ke ekspozu leje, a di ku e ka mund. Gjithse cili mu të parin, na le se me veprimet tona, për ta marrë. Me veprimet tona, gjithse cili nga ne ekspozo veten e vet. S'ke nevojë me vu aq presion edhe aq sikletas veten, sepse këtu i gjojnë atë shifrën. Tu çdo gjë është e dokumentuar, çdo gjë është e pamë në detaj me kamerat dhe qoftë si logjik kur flet, qoftë si veprim kur e kry, gjithë secili ekspozohet. Patjetër. Po Njerëzit shohin jashtë, njerëzit e familjes shohin jashtë, shoqënia jonë shef a jashtë. kam thënë ndonjëherë ndonjë mendim për Adin dhe Olën, pavarësisht se si e kam pasur? Kur? Jo, Unë kam dalë. Unë duket e çike çuditshme kur deri në mes të diskutimit që me e trajtu si problematik dhe me nxjerr unë jam okay. Po kur hyet mësane me detaje dhe kalohet shaj njëri shaj